Në kuadër të kualifikimeve profesionale në nivel rajonal dhe kombëtar, Urdhri i Mjekut Veterinar ka organizuar në ambientet e Drejtorisë së Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve në Vlorë një trajnim të posaçëm për veterinerët e rinj. Në sesionin trajnues morën pjesë të rinj që kanë përfunduar studimet vitet e fundit dhe që tashmë po përgatiten për t'u angazhuar në terren. Fokusi i trajnimit sipas drejtorit të këtij institucioni, Adila Kojdeli, janë sëmundjet e kafshëve që janë rikthyer ose janë shfaqur me intensitet më të lartë vitet e fundit, duke përfshirë murtajën e kafshëve të imta dhe sëmundjen e lis tek të njëjtat specie. Është një trajnim i organizuar nga Urdhri i Mjekut Veterinar i Republikës së Shqipërisë në kuadrin e kualifikimeve të vazhdueshme të veterinerëve të rinj, që ne normalisht kemi rekrutuar pasi në nivel rajonal dhe në nivel kombëtar në strukturën e drejtorive rajonale të veterinarisë dhe mbrojtjes së bimëve ka një numër të konsiderueshëm të rinj që kanë mbaruar vitet e fundit shkollimin, fakultetin e veterinarisë dhe normalisht është e nevojshme dhe trajnimi për tema të ndryshme her pas here i këtyre veterinerëve të rinj dhe trajnimi i radhës është i organizuar nga Urdhri i Mjekut Veterinar i Republikës së Shqipërisë për tema të ndryshme dhe konkretisht trajnimi i radhës është për sëmundjet e kafshëve që janë shfaqur ishtas këto viteve të fundit dhe konkretisht është trajnime për sëmundjen e murtajës së të imtave që u shfaq vitin që ne po mbyllim, që ka pasur dëme të konsiderueshme në ekonomitë e vendeve fqinj, por në Shqipëri shërbimi veterinar e menaxhoi shumë mirë, pati dëme në zonat në dy rrethet të veriut dhe në Korçë, por numër jo i konsiderueshëm, kurse në rajonin e jugut nuk patëm asnjë lloj dëmi të kësaj sëmundje dhe thash si sëmundje re zhvillohen dhe trajnime her pas here të këtyre veterinarëve, gjithsesi tjetër trajnim për sëmundjen e lisë dhe kjo të imtave, po është një nga temat e trajnimit dhe thash që këto trajnime te ne ndodhin shpesh, ju sot rastisët në një trajnim që siç e patë nga një organizim të shkëlqyer të gjithë veterinerëve të qarkut të Vlorës, të tillë mbahen edhe njëkohësisht tani po mbahet në qarkun e Fierit, kurse ndërkohë në qarkun e Gjirokastës është kryer javën që shkoi. Specialistët theksojnë se kontrolli, identifikimi i hershëm dhe masat parandaluese janë thelbësore për të mbrojtur jo vetëm blegtorin, por dhe zinxhirin ushqimor dhe ekonominë rurale, ndërsa trajnimet të tilla janë një domosdoshmëri për brezin e ri të profesionistëve, duke i pajisur ata me njohuri të përditësuara dhe me standardet më bashkëkohore të menaxhimit të sëmundjeve.